Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Ritakohemi si çdo ditë tani më nga hëna në të premten në ekranin e vetëm dedikuar turizmit. Nëse menduat se pushimet në Sharm el Sheikh mbaruan me sezonin veror, atëherë gaboheni, sepse Sharm el Sheikh është një destinacion gjithvjetor. Atje plazhi, deti, rëra, temperaturat e ngrohta, mikpritja egjiptiane dhe resortet me 5 yje nuk mbyllen asnjëherë dhe janë gjithmonë në dispozicionin tuaj për secilin që dëshiron të marrë pak ajër, shumë të mirë le të themi, cilësor, por gjithashtu edhe me adrenalin nga një qytet i cili nuk fiket asnjëherë. Unë kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Isulianën nga Vastur, e cila do të na sjellë jo vetëm paketat e reja lidhur me Sharm el Sheikh, por gjithashtu edhe një përmbledhje të gjithçka na pret në këtë sezon. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, kënaqësi si gjithmonë. Ne e lam pas sezonin veror me sukses, duhet thënë, drejt destinacioneve që mbizotëruan në listën e kërkesave të pushuesve tanë, por gjithashtu tani nis një tjetër sezon i pushimeve, ai pushimeve pak më të shkurtra, pak më të shpeshta, ndoshta disi më ekonomike, por që gjithmonë kërkojnë një plan. E drejt. Në fakt, Vastur, po themi, është një kompani e cila nuk pushon asnjëherë, por patjetër bën të tjerët të pushojnë dhe të kthehen me mbresa që pse jo të kthehen sërish tek Vas. Ne lam pas sezonin veror, goxha impenjativ, goxha i suksesshëm, por normalisht siç e kemi cekur së bashku gjithmonë, ka gjithmonë vend për të bërë më të mirën dhe për të dhënë akoma më tepër që të qëndrojmë për herë në atë që Vas premton dhe siguron, cilësia dhe shërbimi. Janë dy pikat kyçe, po themi, dhe thelbësore për një pushim ideal. Ky, po themi, sezon pas sezoni në Vas ka nisur dhe premton absolutisht shumë surpriza. Unë e preka dhe nga takimi ynë i fundit që patëm, që nuk mbaroi këtu. Ne jemi shumë të entuziasmuar, po e nis pak nga ana patriotike, sepse kemi dëshirë patjetër që të promovojmë dhe pse jo të japi mundësinë të gjithë shtetasve shqiptar dhe jo vetëm të përjetojnë emocionet të ndeshjes Andorra-Shqipëri, e cila daton me 13 nëntor, nga të gjitha lancimet që ne kemi bërë, publikimet që kemi bërë. Paketa Andorra-Shqipëri vazhdon të ketë një sukses dhe vazhdon të ketë rezervime dhe kërkesa deri në minutat që ne flasim, atje para se të vija këtu, isha duke folur me agjensit Vas Member dhe normalisht edhe me klientët të cilët pyesin për këtë paketë. Nëse ka diçka për të cilën nuk dyshojmë asnjëherë, është tifozeria e zjarrt e të gjithë shqiptarëve kur bëhet fjalë për kombëtaren shqiptare. Shumë e vërtet dhe normalisht Vas vjen gjithmonë me paketën me çmimin më të mirë, konkurrues në treg dhe absolutisht me shërbimin më cilësor për klientelën tonë. Ajo që dëshiroj të prek është dhe pjesa e rritjes së kërkesave, normalisht fund shtatori, pra po themi sezoni i vjeshtës, fillim dimrit, karakterizohet nga kërkesat edhe për udhëtimet, po themi një fundjavë, një aratisje në fundjavë, apo udhëtimet 2-3 ditore, të cilat ne i mundsojmë absolutisht në çdo destinacion të botës. Vas Pikal është platforma tashmë numër 1, e cila me të gjitha facilitetet, opsionet që ofron, na lejon ne, por të gjitha agjensit Vas Member, me të gjitha dhe klientët, të krijojnë paketën e tyre ideale me shërbimet që dëshirojnë specifikisht ashtu siç janë nevojat dhe kërkesat e klientelës. Pra kemi patur dhe një rritje të kërkesave për paketat individuale në destinacione të ndryshme, duke nisur që nga destinacione, po themi, në Europë, siç janë Italia, Franca, apo edhe destinacione të tjera, por edhe ato më të largëta. Flas te kërkesat e paketave individuale. Qershia mbi tort, normalisht për të mbyllur një vit, do thoja sfidues, por njëkohësisht dhe të suksesshëm, është viti i ri, të cilin Vastur këtë vit e sjell me një paket all inclusive, si tashmë dihet,
me një udhëtim me charter për të festuar ndrimin e vitit të ri dhe normalisht për t'i ofruar klientëve një festim ndryshe. Pra, nëse ne themi Sharm el Sheikh, gjëja e parë që na vjen në mendje është moti i ngrohtë. Na vinë në mendje plazhet e mrekullueshme dhe shkëmbinjt koralor, të cilat na i ofron deti i kuq absolut, dhe normalisht aktivitetet e shumta, të cilat unë mendoj se në 2026-ën, kur të kthehen pushuesit, do jenë më se gati, jo vetëm për një vit, po për çfarëdo lloj sipërmarrje që ata kanë ndërmend të zhvillojnë. Isu u bë i disa vit që Sharm el Sheikh është gjithmonë në listën e destinacioneve të paketave që organizohen për fund vit. Pse gjithmonë Sharmi mbetet i pari në këtë listë dhe është kërkesa gjithnjë kaq e lartë? Është ajo që thamë, deri para pak kohësh Sharm el Sheikh shihej si një destinacion i pakapshëm, po themi i paarritshëm, për arsye edhe, po themi, largësisë, por me paketën me charter që normalisht organizohet nga VAS, është i prekshëm, i përjetueshëm dhe normalisht pika kryesore, po themi, që Sharm vazhdon dhe kam përshtypjen dhe besimin që do vazhdoj të mbetet një nga destinacionet e kërkuara jo vetëm gjatë sezonit të verës, por edhe post, siç ne tashmë po lançojmë paketën e vitit të ri me charter, sepse përveç se një destinacion që të shtyn dhe të tërheq ta vizitosh, ta eksplorosh, të shohësh, po themi, atë misticitetin që ofron Egjipti si destinacion, normalisht ofron një pushim, po them unë, aktiv. Patjetër që ka kategori pushuesish që dëshirojnë të kenë një pushim literal, por në Sharm përveç se pushon, ti eksploron, nëse je energjik, bëhesh super energjik, nëse nuk je, merr një energji që të mbet gjatë në memorje, dhe normalisht ka rënë pak ky miti, po themi, që është Sharmi dhe nuk do gjejmë shërbimi, flas për resortet, absolutisht që jo. Resortet në Sharm el Sheikh janë të tillë, të cilët janë të ndërtuar me një politikë për t'i ofruar gjithçka kërkon klientela. Nisur nga pjesa e komfortit për akomodim, nisur nga shërbimi për kulinarim, pra për kuzhinën e cila ofrohen një kuzhinë internacionale. Ajo më kryesorja që më bizotëron është kuzhina italiane, të cilën ne shqiptarët jemi goxha të atashuar, dhe normalisht aktivitetet. Nuk mund të lëm pa përmendur aktivitetet në Sharm el Sheikh, scuba diving, snorkeling, safari në shkretë të tjerë, vizita në piramidat e Kairos, kështu që nuk ka arsye që Sharm mos të jetë, ose tashmë të jemi të çuditur ndjes pse Sharmi përzgjidhet jo vetëm gjatë verës, por edhe gjatë sezoneve të tjera. I duan, le të themi, të gjithë ata që rezervojnë paketën e tyre të fund vitit në Sharm edhe këto aktivitete? Patjetër. Janë gjithmonë në listën e tyre? Patjetër. Në të gjitha kërkesat që ne kemi marrë deri më tani, patjetër që aktivitetet janë edhe pak të njohur, po themi që në Sharm zhvillohen këto ekskursione absolut, kështu që po, nuk mungoj në kërkesat e tyre. Po resortet janë të përsektuara paraprakisht si pjesë e paketës, apo të gjithë ata që janë të interesuar për Sharmin mund të bëjnë përzgjedhjen e tyre për resorte? Patjetër që po. Ne marrim parasysh absolutisht kërkesën e klientit. Nëse ata kanë parë një resort që i pëlqen, patjetër që ne jemi aty për t'ja ofruar, për t'ja dhënë informacionin në detaj se çfarë do të gjejte ky resort, kështu që është një shport e mbushur dhe mbi të gjitha kemi dhe gala dinner të përfshirë në çmim, pra klienti nuk ka çfarë të shpenzojë më tepër, po themi, në momentin që do jetë në Sharm el Sheikh. Si ka qenë feedbacku i të gjithë atyre që e kanë menduar ndrimin e viteve në Sharm, sepse duhet thënë që ndoshta festat e fundvitit janë gjithmonë momenti për të mbledhur bashkë me familjen, edhe ndoshta disa mund të jenë skeptik për t'u larguar dhe për ta përjetuar
në një vend tjetër, le të themi, si eksperiencë. Është e vërtet kjo që thua, por entuziazmi që të premton sharm dhe pastaj ti e provon, më besoj që jo për të lënë pas, po themi pjesën tjetër të familjes apo të afërmve, absolutisht që jo, por entuziazmi, energjia, aktivitetet, eventet që sharm organizon, pra që të ofron si destinacion, pa tjetër që jo vetëm familjarët, por qofshin edhe grupe të rinj apo çifte kanë tendencën ta përzgjedhin dhe ta provojnë dhe ta eksperimentojnë si gjë. Do të kemi në dispozicion vetëm një charter për fundvitin? Për fundvitin po, kemi nisjen me 29 dhjetor 2025, fluturimin thamë është direkt, normalisht, kemi 5 net dhe 6 ditë qëndrimi, si që dihet tashmë paketa është e kompletuar, e plotësuar me të gjitha transferta të përfshira hotel, aeroport, hotel, aeroport, siguracionin e shëndetit, akomodimin dhe gala dinner, si që përmenda që është një pikë shumë kryesore dhe të jep goxha avantazh dhe aq më tepër të nxit që mos të kesh kështu skepticizëm, ta zgjedh, mos ta zgjedh. Duke qenë se do të kemi vetëm një charter në dispozicion, kam përshtypjen që vendet janë të limituara. Patjetër që po. E përrjedhoj doja të pyesja, kanë nisur rezervimet që tani? Patjetër që po. Kemi rezervime të aktive dhe të konfirmuara në sistem, kemi kërkesa të cilat vazhdojnë të punohen. Siç thash, dhe takimin e sotëm unë e kisha me shumë dëshirë pikërisht për këtë pjesë, për t'i bërë një, po themi një thirrje, por edhe një ftesë të gjithë agjensive Vas Member, por edhe klientëve të cilët na ndjekin. Ky vit patjetër duhet festuar dhe duhet pritur në Sharm el Sheikh. Nuk do mbeten as pak të zhgënjyer, jo, nuk ekziston në konceptin e Vas, por do vinë me mbresa, po themi, më të veçanta se sa nëse e kam provuar vitet e tjera gjatë sezonit veror. Faleminderit shumë që ishe me mua në studio. Ne morëm pak kështu atmosferë fundviti, edhe pse disa nga ju tani më mund të kenë menduar për arritimin e shtëpisë, për të vendosur pemën ose për të bërë blerjet e para të fundvitit. Jam e bindur për këtë, për të gjithë ata që e shijojnë ndryshe atmosferën e ndërimit të viteve, por paketa është aktive duke nisur nga sot në ofertën e ditës me këtë çmim preferencial. Të dhënat janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranin dhe mua nuk më mbetet gjë tjetër përveç se t'ju uroj pushime të mbara për të gjithë ju që do zgjidhni që ta festoni ndërimin e viteve në Sharm el Sheikh. Mirupafshim.